Mirë se veni në fshatin Dobroshec, një nga fshatrat më të njohura të komunës së Drenasit. Një vend ku tradita dhe jeta moderne ecin krah për krah, ku puna, mikpritja dhe lidhja me tokën vazhdojnë të janë vlera të rëndësishme të banorëve të këtij fshati. Fshati Dobroshec ka ruajtur identitetin e tij ndër vite. Përveç bukurive natyrore, ky fshat njihet për njerëzit punëtor, për kontributin në zhvillimin e komunës dhe për përkushtimin ndaj arsimit e familjes. Maci Kamer, ana tregon çush është jeta në fshatin Dobroshec? Fshatin Dobroshec jeta tash është e mirë. Me krahasu me jetën e kalume, kemi pas kushtet më të vështira. Spari s'kemi pas rrugë të mira, s'kemi pas ura të mira, ne për lumej, ne për lësh, ne për tana, kajtën morë në të kohë me bujqësi. Po kanë bjetu mirë, kanë bujqësia ka majtë, me bujqësi, me kafsh, me shpestari. Rroga ka pas pak në kohën kur unë e moj men, që në kohë 3 vetë fshatit në rroga. Veç me bujqësi me këta. Kanë rru për të mirë, edhe u rritë fshati si fshat. Fshati e ka dhe emrin e mirë dretan, që rritën e ka të mirë. Kështu që fshatin e kemë të bukur. Në fshatin tonë jem 3 lagë, 4 lagë. Hajdari, Kastrati, Pranko, Ademaj edhe Avdyli. 4-5 të bunë. 5. Të gjithë jemi morë vesh me zveti. Absolut kemi asë njeri kur në kohë që unë në shkoj me qëta, jasë foli me qëte. Kemi mardhënë që më të mira. E kemi posë gjithmonë edhe tash e kemi. Kemi shqitorën që të ngatë, kemi shkollën atë, kemi ambulontar atë, kemi hekurullën të poshtë në kalditë që hekurullën neve gjithmonë, drenë nasë fushë Kosovë. Mos me shku më lartë e impejet e impreshtit. Tash e kemi rrugën asfaltin. Tash ma shumë merën me bujqësinën, do fermer më të maj pak që merën i të punojnë tokat, shumica në përpuna. Dykur punë private, dykur punë shtetit, kanë bo standardet e mira, jetën e kanë bo të mirë. Ka dhe një shkollum kemi profesora, kemi doktora, kemi doktorat biologjisë, kemi arritë. Keni edhe heranje, dëshmore, heranje. Po, në kohën tam, që në kohë 3 vetë kanë ditë shkrim lexim, kur unë këmë kohë fëmi. Shkollën e kemi aty më mëti. Shkollën është e hershme, tash 100 vjetori kemi e festu. 100 vjetori ishtë këtë vit. Po, ka pas në zonë sa shkolla jonë, po në zonë sa të mirë, gjithmonë ka prodhu. Ka prodhu, që është profesorat mirë. Ne ishë ma, të që e kanë shku, po këtu kanë murë fillimin. Sigurisht. A ka sfida që përballen banorët? A keni ndonjë sfidë që përballen banorët? Kena bërë zgjedhje për ujë, ka pas për ujë që kemi kështu më larë pe komunës që ka shkem në përfshatra tjera. Ujësjellsin. Kemi bërë zgjedhje kështu vetë që këna mujtë. Po pe shtetit në ka urdhë. Qajë në mungon vetë që ajo që kemi ujësjellsin. Ujë kemi, e përsheva ditë mujitmi, po ato se kemi. Qajë në mungon që të sanë se fshat i ka tana. Rrëth në asfalt përthekohet. Rrëth fshati. Edhe gjamin, kush ka mundësi më falë, kemi marru mas lufte, me forcat tona kemi marru. Ka banor me aftushëm, ka dhe që kanë shku edhe në mërgim jashtë Kosovës, po kemi mena në Kosovë. Drenda që kemi dorë, fushë Kosovë dorë, Prishtinë dorë, dikur banesë, dikur shpit vetë, dikur të shkollu, dikur të i punu, po shumë miqa janë në fshatë. Shumë miqa janë në fshatë. Kemi djemë 3 në fshatë haloshën që janë me kere tash para në punë. Nuk e kanë shu, kemë familje të mira, shnosha, falenderojmë Zotin. Kështu që fshati është komplet. Ja shumë se këtu nuk do këtë fshati, për shkollëm kënë mujtë me po më mirë. Krejtë fshati me shtepia 3, lyme në gjyrë të bardhë, me aborët mira, halamat mira se one. Kështu që konta veç kështu, ka më kënoshën edhe me pozitin që e ka fshati. Në atë kemi molin e pëshef natyrën, kemi poshtë rofshen, kemi lumën që ishë në kalon në për fshat, që është i kompletum edhe është
Pozicionin e mire ka. I dashtëm për me jetu. E guri plakës zindet në këtë fshat. A na tregon pak historinë e atij gurit, çka është ngjarja rreth tina që shumë përfulet? Qështë e kom ni. Qështë e ke ni ti që ashtu tregona? Qashtu brez mas brezi. Okej. Si mas gojellonave. Si mas gojellonave. Historis ka shku kërkush për to kur. Që me shkru me s'ka. Okej. Edhe mendohet që një plak ka dalë me dele heret dimrin me kollodi ku në aty para vërët rreth. E ka rrok një mrazje madhe, bore madhe. Ka të bu delet aty, edhe i guri, tash ati gurit, ja ka marru një fardalobe me hinë tonë, që që ka punu ajo, ato në këtë kërkush. E si mas gojellonave, qatë guri plok ka jetu një plok, qatë fardalope ka jetu një plok, dhënt, akolla, ty kullot e ty. Tash i masaj gojellonave, që mas qasaj ploke, i ka met guri plokës. Tash të sënë të vëzheta shkenstarisht, historikisht, unë si di, unë veç mas gojellona po flasë. Ky i ftahti që e nxuni plakën atë, a vdeq plaka apo çu shka qenë? Jo, plaka nuk e dim që shka dekë, ka bo, pa aty ka jetu. Ka tjera dhe lesh aty. Pra, ju në rregull është. Pra, do me thonë, për shkak të ftahtit të madh, ajo që aty e ka gjetë vendin për me Po, shtroherë, ka i që dy shtrere, ka bo edhe nër pik, pak, nëse dje ke po nërë atë argurat, dalopen aty. E kemi po. Sa bukur, për dishe që është, që është në kanë thau plesht, që është të e dim. Shumë njerëz I kem edhe vorët e krushve, që e më ro krush në me veti, që atë pak pashku të guri plakas, fund e stacionit. Pse janë vro? Edhe keni zonën aty në te. Jo. A di historikën e vorës krushve? Jo, nëse më nga tregu, kishëm pas dëshirë me e dëgju. Herën mëti, krushit, kënë taku dy dashva më veti, njënë të shku kënej, njënë të orë kënej. A që më rrugën ti, a që më rrugën ti. Bëjë, kësa me fort, a i dëmë të ka që rrugën, që masat herë. Ka orë dete më skuptimi, dete roje, dete vrose dhe më zveti. Edhe që aty, krushtit të në taku të shku do kënej, do nej për Kosovë, që më rrugën së të qëllë, që më rrugën së të qëllë, dëmë, dhe të aja punë ka orë, vorët e kryqve. E janë vro krejta? Janë vro, ka bo lozëm, këtu se dhja ka bo lozëm, po shumë venda ka bo lozëm edhe nuset më zveti e në mytë. Këtë mytë tonë kërshit, ka dalë të në nuset më zveti, hajtë që dhe mytë më shtoqë. Ka dalë ma vonë, e kam prunë një legjë pak më të mirë, pleshtë asaj kohë. Ka morë dy burra, i ka nërshë mirë, i ka majtë mirë me ushqim të fort, edhe kur takohen kërshit ashtu, që ata dy burra, njone asaj njone, njone kësaj njone, hajde mu përlotë qërë të ashtë dhe shoqin, qaj me qohëllën. Ka ma mira për dikur. E tash që qërë, edhe një moj mërë në tebën. Mu të atë dy kere, i nalë shumë, kualt, ja ishë me singjiri të rak, me shumë tokë, edhe aja nena, që shaj mirë kuptimi që për të nëroj, për nëllë në pak. Tash që që zotin me sirena, të nëllë, me flamojë, me tash o ma mirë shumë. Basi ka merë, a kina i mesazh për rinin e Dobroshevcit ose rinin e Kosovës në përgjithësi? Për rinin e Dobroshevcit kemi rinin e shnosh, kemi rinin e mirë, veç edhe të vjetër që kemi të mirë, që kemi mirë kuptim me ta. Na i ngojmë ata, ata na i ngojnë neve, po ma shumë na ngojnë rinia neve se na ata, për do të me lëhoken, me pranu. Mesazhi i mon, sa ma shumë në vend vetë. Theta dhe me thajë e mos me nguri i ronë person në vend vetë. Vlethën matë modhe, fuqinë matë modhe ka njeri në vend vetë, këmetin matë madhe ka në vend vetë. Në ata ka pore ma pak, por porët nuk qyren gjithë. Nuk qyren gjithë se porja vjen dhe shkon e mirë më pasunia, mirë më postana, po kretë milion vend e vetë, shkretë që sëmë në vjetë nuk o mirë. Nuk o mirë valoj, i kësha nuk shila që mrana musive sa mujnë, me rujtë verën e vetë, me rujtë fshotën e vetë, me rujtë trullën e vetë Kosovën të në kretë, që pa Kosovën në shkem gjallë. Çdo fshat ka historinë e vet, por Dobroshevci dëshmon se zhvillimi dhe tradita mund të ecin së bashku. Një komunitet që vazhdon të ndërtojë të ardhmen duke ruajtur rrënjet e së kaluarës.